Zjarrfikësit nuk janë eficient në rast evidentimit të vatrave të zjarrit në qytetin e Beratit. Alarmin e jep vetë shefi i këtij organi pasi bllokimi i rrugëve nga parkimi i automjeteve, sidomos gjatë natës, nuk lejon zjarrfikësit të kryejnë normalisht procesin për shuarjen e flakëve. Lidhur me këtë problem, shefi i policisë dhe mbrojtës nga zjarri dhe shpëtimit në Berat, Shpëtim Gorica, thotë se një tjetër pengesë për neutralizimin e vatrave është edhe mungesa e infrastrukturës rrugore, sidomos në disa komuna. Problem shqetësues i këtij sektori mbetet bllokimi i rrugëve nga parkimi i gabuar, sidomos natët në të gjitha lagjet e Beratit. Edhe qytetet e tjera, rrugët mbetet problematik për kalimin e mjeteve zjarrfikëse. Prandaj, ne kemi nisur shkresa përcjellëse për të marrë masat dhe për largimin e këtyre mjeteve që mos kemi probleme kur mund kemi ngjarje me probleme për lagjet ndryshme të Beratit, dhe të Kuçovës, Skarpajt dhe Çorovës. Kreu i repartit të zjarrfikësve bën apel qytetarëve që të mos djegin mbeturina, pasi përbën një rrezik serioz për përhapjen e flakëve. Në të kundërt do të merren masa administrative ndaj personave përgjegjës.